Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falendrimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë Allahut azza wa jall. Sa paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezër të nderuar, edhe sot, si zakonisht, po takohemi me takimet e radhës në dersin e dielës me serin që ka të bëjë me emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Deri më tani kemi marrë disa prej emrave të Allahut te bareka u taala dhe ju kujtohet se rënditja të cilën e kemi ndjekur ka qenë ajo që e ka përmendur Allahu xhallahu ala në surën Al-Hashr. Pas kësaj tash nuk ka ndonjë renditje posaçme që ndjeket përveç se përzgjedhjes së emrit të Allahut azza wa jalla, sepse të gjitha emrat e Allahut janë të bukur. Andaj për sot do të flasim për emrin e Allahut Ar-Razzaq. Edhe pse çdo emër i Allahut xhallahu ala besoj që është interesant për me fol për të, por besoj që pasi që emri i fundit ka qenë El-Khaliq, El-Bari, El-Musawwir, që ka të bëjë me krijimin, atëherë rreziku është shumë i ngjashëm me krijimin. Emri i Allahut Ar-Razzaq është përmendur në Kur'an në disa vende dhe në forma të ndryshme, respektivisht në dy forma. Është përmendur në formën Ar-Razzaq, edhe është përmendur në formën Khairur Raziqin. Ndërsa pjesët e mbetura ku flitet për këtë emër të Allahut azza wa jall është përmendur si cilësi, se Allahu yerzuqu men yasha, Allahu furnizon atë që don. Andaj është përmend si emër, thash, në formën Ar-Razzaq dhe Khairur Raziqin, dhe është përmend si cilësi me shprehjet Razzaqa ose yerzuqu, që kanë të bëjnë me këtë emër të Allahut te bareka u taala. Andaj në surën Adh-Dhariyat, Allahu xhallahu ala në ajetin 50 thotë: "Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin." Allahu është Razzaq dhe kjo është pohim i emrit të Allahut azza wa jall. Se për këtë kuptimin do të flasim më tutje, mirë po për momentin vetëm të argumentojmë dhe të faktojmë se kjo është emër i bukur për emrin e Allahut xhallahu ala. Gjithashtu Allahu xhallahu ala në surën Al-Maida në ajetin 114 do të përmend për duave të robëve të mirë të Allahut azza wa jall, Isa alayhi salam, dhe vende tjetër të robëve të mirë të Allahut xhallahu ala, warzuqna wa anta khairur raziqin. Andaj këto është Khairur Raziqin, pohim i emrit të Allahut xhallahu ala Ar-Razzaq. Fjala ose emri i Allahut Ar-Razzaq ose Khairur Raziqin vije për fjalës rizq në gjuhën arabe, e që ka disa kuptime. Rizq në gjuhën arabe nënkupton çdo gjë që njeriu përfiton prej saj, çdo gjë që njeriu ka dobi prej saj, çdo gjë që njeriu ka nevojë për të. Të gjitha këto përfshihen me emrin rizq. Ndërsa në raport me Allahun xhallahu ala, emri i Allahut Ar-Razzaq, Razzaq ka ardhur në një formë trajt caktuar që në gjuhën arabe thonë sigatul mubalagha. Sigatul mubalagha në gjuhën arabe është një farlloj hiperbole pozitive, jo hiperbole domethënë që nënkupton të shtuarit e asaj që nuk ekziston, mirë po është hiperbole pozitive që e ka kuptimin e vet. Andaj në esencë është Ar-Raziq, kështu është emri i Allahut në trajtën el-fa'il. Me vokar Ar-Razzaq për të qetësuar robët e tij në shumën e madhe të furnizimit atë. Nga sa po thonë të Ar-Raziq, do të ishte mjaftueshme, ai që furnizon robët e tij me atë që kanë nevojë. Mirë, po duke pas parasysh se njeriu në disa rrafshe të caktuara apo është i pangopur. Andaj njeriu nuk ngopet me shëndet kur. 100 vet me koni i shëndosh, veç 20 me koni smut apo të ka qef mushnosh. Andaj nuk ngopet me shëndet kur. Edhe nuk ngopet asnjëherë me rizq, me furnizim, me kuptimet e tij të gjërat që do të flasim për to. Prandaj ka ardhur Ar-Razzaq që ta qetëson njeriu se Allahu xhallahu ala ka furnizim të mjaftueshëm për të gjithë, nuk shteret. Kjo është e para dhe Ar-Razzaq
e ka kuptimin në raport me Allahun azza xal, ai I cili I furnizon krijesat furnizim pas furnizimit. Do të thotë ende pa u harxhu I pari vije I dyti. Pa u harxhu I dyti vije I treti. Nën kupton për një furnizim të një pas njëshëm, të vazhdueshëm, të pandalun prej Allahu xhallahu ala drejt krijesave. Dhe gjithashtu emri Allahut Ar-Razzaq në raport me Allahun azza xal ka një kuptim tjetër, e ai është se Allahu xhallahu ala krahas asaj që I furnizon krijesat dhe u andon furnizim në kuptimin që do të flasim për të, ai edhe u dërgon atyre në kohën e duhur që mos dëvonohet. Nga se po u vonua prishit jetë atyne. Prandaj nuk e lën dorë të askujt as, domethënë, as përcaktimin e furnizimit e as, domethënë, përpunimin e tij, por as shpërndarjen e tij. Se gjitha këto Allahu xhallahu ala I kryen me emrin e tij Ar-Razzaq. Nga se nga njëra, për shembull, ndodh një fabrik apo prodhon produkt caktuar. Dhe ajo prodhon kohë dhe si duhet, por pastaj agent tregtar ka mundësi me vonu shpërndarjen treg dhe me shkaktu krizë. Andaj nuk është problemi tek ekzistimi, ai ekziston, por është problemi tek shpërndarja dhe bën krizë. Andaj Allah xhallahu Ar-Razzaq ka marrë përsipër edhe krijimin e produktit që I duhet krijesave që kanë nevojë për të, por edhe shpërndarjen e tij dhe arritjen e tij të sigurt deri në duart atyre që duhet më dërguar. Andaj asnjë nga ky furnizim do të thotë nuk e ka askush në dorë pas Allahu xhallahu xhelalu. Prandaj ai është Ar-Razzaq. Dhe ka khairur raziqin, do të thotë që Allahu xhallahu ala është furnizuesi më I mirë. Në këto dy forma, thash, është përmend emri Allahut azza xal Ar-Razzaq. Dietarët kur kanë fol për rizkun dhe për këtë emër të Allahut azza xal e kanë përmend se furnizimi dhe rizku është disa lloje. Fillimisht ajo që dua më përmend vëllëruar është se emri Allahut Ar-Razzaq është emri Allahut xhallahu ala sikur që përmana. Ngjajshëm me këtë emër është edhe emri Allahut Al-Muqit. Në emri Allahut Al-Muqit është I ngjajshëm me emrin Allahut Ar-Razzaq. Ku e kanë dallimin? Muqit nën kupton furnizim të posaçëm që ka të bëjë me aspektin material, me ushqim. Në ku emën të posaçëm Allahu veç për bukë, edhe për pije, Al-Muqit. Prandaj kut I thonë ushqimit të përditshëm të njeriu atë. E ka në Al-Muqit që nën kupton furnizim të posaçëm në ushqim dhe pije. Ndërsa Ar-Razzaq është gjithëpërfshirës, nuk nën kupton ushqimin dhe pijen, por nën kupton të gjitha ato furnizime që njeriu ka nevojë për to. Andaj edhe oksigjeni që e thithëm, apo edhe gjitha që kemi nevojë për to, përfshihen në emrin Allahut Ar-Razzaq. Se përket rizkut, Sheikh Sadi rahimahullah dhe para tij Ibn Qayyim rahimahullah ka përmend se rizku është dy lloje, rizkul abdan edhe rizkul qulub. Furnizimi që ka të bëjë me aspektin fizik të trupit. Apo dhe këtu bëjmë pjesë të gjitha krijesat e Allahut azza xal pa përjashtim. Edhe I mirë dhe I keqë, edhe I devotshëm dhe mëkatari dhe besimtar dhe pa besimtari, njeriu, kafsha, çdo gjë që Allahu ka kriju bën pjesë në këtë lloj të parë të furnizimit. Andaj Allahu xhallahu ala sikurse thot në surën Al-Ankabut, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dhe çdo wa ka'ayyin min dabba, çdo gjë që prek në tokë, kupton çdo krijesë që ekziston, la tahmilu rizqaha. Ajo nuk e bart me vetë furnizimin e saj. Allahu yarzuquha. Allah është ai që furnizon atë wa iyyakum edhe juve. Andaj ky është kuptimi I parë I furnizimit që ka të bëjë furnizim me atë që I duhet çdo krijesë dhe atë që ka nevojë për të çdo krijesë. Prandaj këtu janë të barabartë të gjithë. Madje mund të jetë më I privilegjuar dikush që realisht nuk e meriton të jetë ashtu, por Allah xhallahu ala e furnizon si sprovë për të tjerët, edhe për atë që ka marrë edhe për atë që është privu. Prandaj ky është lloji I parë I rizkut, rizkul abdan, rizku I aspektit të jashtëm fizik, do të thotë që çdo krijesë e merr në bazë asaj që Allah xhallahu ala I ndon.
Dhe rrezku i dytë është rrezku kulub, rrezku i zemrave, dhe kjo është i posaçëm. Allahu xhallahu ala kët nuk jep çdo kujt, që ka të bëjë me imanin, me besimin në Allahu xhallahu ala dhe të gjitha kërkesat e tjera të besimit, që nënkuptojnë punët e mira të zemrës dhe punët e mira të gjymtyrëve. Prandaj ky është rrezik i posaçëm që Allahu xhallahu ala nuk ia ndon çdo kujt. Por edhe ky rrezik, edhe ky furnizim që ka të bëjë me emrin e Allahu xhallahu ala Ar-Razzaq. Në anën tjetër, edhe rrezku i llojit të parë mund të jetë dy lloje. Edhe pse është i ndërlidhur me trupin, mund të jetë dy lloje. Lloji i parë është i thonë rrezkul halal, edhe lloji është rrezkul haram. Rrezik do të thonë që Allahu xhallahu ala furnizon robët e tij ose u mundson me arritje të rrezku përmes rrugëve të halalit dhe të lejuarës. Dhe këtë dietarët e kanë lidhur shpesh herë edhe me rrezkul kulub. Do të thotë atij që Allahu xhallahu ala don me furnizu, me furnizim të zemrës, që nuk kupton besimin dhe punët e mira, ja para përgatit këtë duke e udhëzuar në halal me ato që është e trupit apo e jashtme. Prandaj kur don Allahu xhallahu ala me ushqy një zemër me iman, apo paraprakisht ja lehtëson të ushqyret me halal në aspektin e jashtëm. Nga se ka lidhje të ngushtë. Ndërsa përket rrezikut haram, dietarët e Ahlus-Sunnah wal Jamaa mendojnë, dhe kjo është hak, që ata thonë se edhe harami është rrezik. Edhe harami është rrezik. Nga se Mu'tazilet e kanë kontestuar këtë çështje duke thënë çish ka mundësi që Allahu me emrin e Razzaq apo me furnizu dikon me haram. Allahu xhallahu ala ka furnizuar njerëzit. Mirë, po çfarë ka bërë që dallon halalin pi haramit? Ka bërë rruga e kërkimit të tij. Apo ose përshpejtimi i asaj që Allahu xhallahu ala ka pas me ia dhon. Prandaj çdo njeri në këtë dunja atë që ka nevojë Allahu xhallahu ala ja ka nda. Por nga lakmia mendon se i vonohet. Dhe për shkak të vonesës apo ndërmerr hapa caktuar për me marrë atë që jo që ka pas me i mungu ose mos me ardh, por për shkak të frikës dhe mosbindjes në Allahun xhallahu ala se ja sjell rrezikun. Prandaj edhe harami është rrezik. Mirë, po është një rrezik që për të do të jap përgjegjësi ai që e merr, ai që e han, ai që fiton e kështu me radhë. Prandaj Allahu xhallahu ala është Razzaq dhe askush nuk mund të përzihet në këtë furnizim. Sikurse do ta mësojmë më tutje. Prandaj edhe ai që mirret me haram ka pas mundësi të mirret me halal. Po njeriu është ai i cili e ka ngut procesin e marrjes ose e ka ndru atë që i nevojitet. Prandaj njerëzit që përdorin haramin, që përdorin për shembull alkoolin ose pinë alkoolës, edhe kjo është lloj furnizimi, rreziku. Për çfarë bëjnë këtë punë? Ata kanë arsye të caktuara, qoftë për disponim, qoftë për lumturi, qoftë për kënaqje kështu me radhë. Ky ka pas më ardh përmes rrugëve të tjera më të sigurta. Mirë, po nuk ja kanë besuar Allahut azhajal kët furnizim. Kanë dashur me marr për vetën e tyre atë që u merr mendja se është më mirë dhe kanë dështu. Për këtë arsye edhe kjo rrezik, mi pasoj rrezik për ta. Kanë marrë rrezik diku tjetër. Dhe kjo quhet rrezik i haramit. Allahu xhallahu ala gjithashtu se përket rrezikut dhe emrit të tij Ar-Razzaq ka marrë përsipër. Nga se sikur që e dini dhe nderuar, Allahu te baraka o taala nuk ka mundësi askush Allahun me obligu me diç. Apo nuk ka mundësi askush Allahun xhallahu ala me marrë përgjegjësi. Nuk ka mundësi askush Allahun xhallahu ala me detyr me bëu diçka. Askush nuk ka mundësi këtë ta bën. Mirë, po në raste të caktuara, nga mirësia e tij dhe nga bujaria e tij, Allahu xhallahu ala e obligon vetën e tij me disa obligime nga vetja e tij. Sikur për shembull ka në hadithin e Muadh ibn Jabelit se Allahu xhallahu ala e ka obliguar vetën e tij, ja ka bëu vetë zbarç, apo që kurdo që del para Allahut me tauhid të pastër, Allahu në xhenet më e quajë. Gjithashtu kurse ka në hadithin e Abu Dharrit radhiyallahu ta'ala anhu, apo inna Allah harrama dhulma inni harramtu dhulma ala nafsihi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu. Dhe Allahu thot, unë ja kam bërë vetës time padrejtinë të ndaluar. Vetë ja ka bërë ai. Për të siguruar robët e tij, jo pse Allahu xhallahu bën padrejt, por për të siguruar robët e tij se nga ana e tij nuk vjen në asnjë aspekt padrejtia. Gjithashtu edhe kur bie fjala për rrezikun,
Allahu xhallahu ala ka marrë obligim të tij qendror për veti. Ai ka obliguar vetë ti që çdo krijesë ai më furnizuar. Nuk ja ka besu këtë askujt dhe nuk e ka përjashtu nga kjo askën që ka kriju. Prandaj çdo kënd që Allahu e ka kriju me automatizëm, krijimi i tij nënkupton furnizimin. Dhe nuk ndalet furnizimi i askujt pa u ndal jeta e tij. Kjo është e ndëlet mes veti. Andaj sikurse thot Allah xhallahu ala në surën Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha." Shikoj këtë formë, do të si e ka ndërtu Allahu xhallahu ala këtë fjali duke thënë nuk wa ma min dabba. Nuk ka dabba është çdo gjë që të dubul ard. Do të ecë në tokë, shkel në tokë, prek në ajrin e tokës, gjithçka që ka. Wa ma min, nuk ka ndonjë. Shikoj këtë përgjithësim që ka ardhur, do të thotë në këtë ajet që përfshin të gjitha krijesat e Allahut azhjal. I njohim na apo nuk i njohim na? I dim apo nuk i dim? Gjitha këto. Illa nuk ka nga këto. E që ala Allah. Kjo ala nuk kupton obligimin. Ala Allahi rizquha. E që nuk është mbi Zotin. Atë kuptim nuk e ka marrë Allahu përsipër furnizimin e saj. Allahu xhallahu ka marrë përsipër si obligim të tij. Apo dhe aje ka bërë këtë obligim vetës e ti, pa obliguar askush që çdo kënd që Allahu e krijon, çdo kush që është krijesë Allahu xhallahu ala që vjen këtu, Allahu xhallahu ala furnizon. Dhe kjo është prej emrit të tij Ar-Razzaq, dhe asaj që Allahu thot Khairur Raziqin. Sa i përket pjesës së kuptimit të këtij emri, shumica e asaj që e përmendëm, do thot është ajo që rrethsoj janë sill fjalët e ulemave në trajtimin e këtij emri të Allahu xhallahu ala, me disa përjashtime ku është përmend kuptimi i emrit Ar-Razzaq në detale. Ne vetëm mjafton ajo që e përmendëm se Allahu xhallahu ala emri i Ar-Razzaq nuk kupton furnizimin e arabëve të tij me atë që ata kanë nevojë në kohën kur ata kanë nevojë dhe në mënyrën se ata kanë nevojë. Nëse pastaj tjera detale janë të gjitha të përfshira në këtë. Para nuk ka mos pajtim të ulemat në këtë, përveç se ka një pasurim i kuptimit me detalet të caktuara që i ka përmend ulemat në tefsirin e këtij emri. Sa i përket ndikimit të këtij emri në jetën tonë, ndikimit të këtij emri në imanin tonë, në zemrën tonë, padyshim se mendoj që shumica e këtyre përfitimeve ndoshta nuk na mungojnë, por janë të shkapërderdhura ose nuk janë të plotësuara si duhet. Ne kena nevojë me i plotësu këto kuptime dhe me i përmbledh që të funksionojnë dhe të aktivizohen në kohën e duhur kur neve na duhet. Fillimisht e para që duhet ta dim ose spaku të jemi të bindur në të është se Allahu xhalla xhelaluhu është i vetmi i cili furnizon. Të gjithë tjerë janë sebeb. Çfarë do kur do qofsh ata? Nga askush nuk buran rreziku. Por as nga ai që ka Ar-Razzaq. Vetëm nga ai vjen. Dhe kur themi rreziku, tash juve ju kujtohen ato dy llojet e rrezikut. Qoftë ai që ka të bëjë me zemrën dhe qoftë ai që ka të bëjë me trupin, me atë që ka nevojë trupi të ushqehet. Prandaj Allahu xhallahu ala është interesant sikur që se ka dhe më herët, në plot vende në Kur'an kur flet për furnizimin e paraprit me krijimin. Dhe kjo i ka dy kuptime. Kuptimi i parë është se ashtu sikur që Allah është i vetmi që krijon, një ashtu është i vetmi ai që furnizon. E para dhe e dyta ajo që e përmenda më herët se nga momenti kur Allahu të ka krijuar ka marrë përsipër obligim për të më të furnizuar. Andaj thot Allahu xhalla xhelalu në surën Fatir në ajetin e 3, Allahu xhalla wala thot: "Ya eyyuhan nasu udhkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayru Allahi yarzuqukum min as-sama'i wal ard la ilaha illa hu fa anna tu'fakun." O ju njerëz, përkujtoni begatit e Allahut mbi juve. A ka ndonjë krijues tjetër që ju furnizon posti? Shikoj se ka lidh. Andaj ju pohani se nuk ka krijues tjetër. Andaj përdesë nuk ka krijues tjetër.
nuk ka dhe kush u furnizon tjetër pas tij. Prandaj kemi obligim që sikur që e njësojmë Allahun xhallahu ala në krijim, të në sundim ta njësojmë njashtu edhe në furnizim. Prandaj ajo që kam përmendur në takimet e kaluara se tauhidi rububia apo ai që ka të bëjë me veprat e Allahut azza xal, edhe ky ka nevojë të përmirësohet tek zemrat e shumë muslimanëve. Nga se jo të gjithë muslimanët e kanë çështjen e rrezikut të kristalizuar dhe të qartë. Se kush është burimi dhe prej ka vjen rreziku. Ndodh nganjëherë që tek njëu të shfaqen frika të caktuara apo nguti të caktuara që më e marr, i themi se një sikur që apo nuk e ngutëm krijimin e fëmijës tonë, nga se nuk mundemi. Ja kemi besuar këtë Allahu xhallahu ala. Çfarë leja edhe atij furnizimin ato. Ti bëre punën tënde, ndërsa Allahu xhallahu ala e bën punën e vet. Allahu xhallahu ala askush nuk e ka detyruar sikur se ceka. Po nga mirësia e tij për më na qetësu neve, edhe ka sill emrin në formën e një, do të thotë, formë tjetër, Ar-Razzaq, nuk ka thënë Razik, për të nënkuptuar një furnizim të ballshëm dhe të vazhdueshëm, dhe gjithashtu ka marrë për mbi vete si obligim për të na furnizuar. Pas gjitha këtyre qetësimeve, përsëri të ketë njëri frikë për rrezik, është defekt serioz në tauhid. Është defekt serioz në tauhid. Nga se Allahu xhalla xhelaluhu asnjë prej këtyre mos më e thon. Do të ishte garancë mjaftueshme sa ai na furnizon. E çfarë të përmendë kur këtë ka lidh me 3 gjëra kryesore. E para ka lidh me krijim. A ne sikur që nuk ka krijues pas ti, nuk ka kush furnizon pas ti. Duke pas parasysh se nuk të furnizon askush pas ti, dije se ai ka emërtuar vetën e tij me një emër për me të qetësuar ty. Sa ai është furnizuesi, Ar-Razzaq. Dhe këtë ka bërë në formën, do të thotë, jo të zakonshme. Duke thënë Razik, por Razzaq, ai që shumë jep, dhe me bollok jep, dhe vazhdimisht jep, dhe pa shkput jep. Dhe përderisa je në lidhje me jetën, do të jesh në lidhje me rrezikun. Në momentin kur shkputesh nga jeta, do të shkputesh nga mundësia e përfitimit për rrezikut. Dhe kjo shkputet nga rreziku, një rrezik i posaçëm. Ndërsa njeriu do të vazhdon me jetu në jeta të ndryshme, do të vazhdon me u furnizuar gjithashtu në çdo jetë që është, qoftë në këtë botë, qoftë në varreza, qoftë në botën tjetër. Andaj Allahu xhalla xhelalu është ai i cili i vetmi i cili furnizon. Prandaj Allahu xhalla wala thot në surën Nahl: "Wa ya'buduna min dunillahi man la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal-ardi shay'an wa la yastati'un." Shikoj këtë ajet kuranor. Allahu xhalla wala thot: "Ata adhurojnë pos Allahut azza xhall, ata të cilët nuk posedojnë, nuk kanë dorë rrezik. As në qiell e as në tokë shay'an." Kjo shay'an kur vjen do të përjashton edhe thërmin më të vogël të mundësisë që ata me pas në dorë për furnizimit ato. Shay'an, asgjë. Edhe shiko këtë përforcim përfundimtar, Allah thot ata nuk kanë dorë asgjë, wala yastati'un, edhe as nuk kanë mundësinë në herë me pas në dorë. Kur? Tash përmendat ata se e shesin fen për para, e shesin fytyrën për para, i shesin vlerat për para, i shesin kuptimet për para, apo duke menduar se ata, Allahu thot, ata s'ta kanë rrezikun dorë. Allahu xhallahu me dasht ja unal aty në e ti jet, edhe jet i fllesht me fe, edhe jet i fllesht në furnizim ato. La yastati'un. Ata la mas pari nuk kanë asgjë në dorë, asgjë nuk posedojnë. Edhe po dashur me posedu nuk mundën. Nuk kanë mundësi. Nga se janë të varur pe Allahu xhallahu ala. Prandaj nga gjitha këto kuptime ne duhet që ta kuptojmë se Allahu xhallahu ala është i vetmi i cili furnizon. I vetmi i cili e ka në dorë rrezikun. Dhe askush tjetër pas Allahut subhanahu wa taala, dhe të shumta thash janë ato ajete të sot flasin për këtë çështje. Andaj Allahu është i vetmi. Dhe kjo është një dobi që padyshim duhet ta ngulitim në zemrat tona kur flasim për emrin Allahu xhallahu ala ar-Razzaq. E dyta që ka të bëjë me këtë është se krahas asaj që është i vetmi ar-Razzaq është ai Allahu xhallahu ala, dhe kjo është një më thon e përmend edhe më herët
një qetësi aq e madhe, nëse njeriu i kupton, jetën i lumtur pavarësisht rrethonave që gjendet. A dhe që ka të me thonë, Allahu Gjallahu Ala ka garantuar furnizimin tënë. Sikur që e përmana e ka bërë obligimi vete. Prandaj, në momentin kur shfaqet frika për rrezikun, kur shfaqet një lloj pasigurie për rrezikun, prej ka vijnë këto? Të gjitha këto vijnë prej iblisit. Allahu Gjallahu Ala thot në Kur'an, ky është shejtani. Ky është shejtani. Çka bën shejtani? Apo thot shejtani ju frikson bil faqr. Ju frikson me varfëri. Ndërsa Allahu Gjallahu Ala ka garantu furnizim. Andaj, wa ma min dabbatin illa ala Allahi rizquha. Nuk ka krijes që Allahu Gjallahu Ala nuk e ka marrë përsipër furnizimin e saj. Andaj, kjo garancë që Allahu Gjallahu Ala ka dhënë se çdo krijes ka me furnizu, është e mjaftueshme për të ndi robi i sigurt për të vazhduar jetën lirshëm. Duke mos e kthy kokën apo vjen as po vjen. Ti vazhdo jetën lirshëm, merri sebepet, ndjekë rrugën që Allahu Gjallahu Ala të ka obligu. Ndërsa për furnizim mos e bëj gani nga se dikush tjetër e ka këtë obligim për mi vetën e tij. Dhe nuk Allahu Gjallahu Ala nuk e thëm premtimin e tij. Punëtori punën punë, apo dhe është i sigurt se ka bërë marrëveshje e vjen rruga në fund muajit. Edhe punon lirshëm. Punon pse? Pse ka një marrëveshje i ka premtuar, do të thotë pronari i firmës ose drejtori se ka më furnizu, ka më dhënë rrugën. Edhe ka mundësi edhe hin borx, ka mundësi edhe blen gjëra me borx. Pse? Ose fut mujt rrugën, si të marr rrugën ti kthej atë. Dyshu si lirshëm vepron. Nëse Allahu Gjallahu Ala thotë unë kam marr përsi për obligim e kam me të furnizu ty, përsëri është i pasigurt, e kthen kokën gjatë edhe majt se dia vjen as vjen atë. Subhanallahu. Allahu ka garantuar, ai ka marr përsipër. Ti s'ki çka kthen kokën gjatë e majt për këtë punë. Ai do të vjen gjithsesi. Por jo ti është ti shikosh se apo e ndjek rrugët e duhura për të ide ky rrezik. Dhe është për asaj që duhet ta kuptojmë tek rreziku është ajo që përmenda më herët se rreziku nuk është veç një lloj, nuk është veç një shije, nuk është veç një formë. Apo por rreziku është çdo gjë që njeriu përfiton prej saj. Ose kanë thënë dietarët, rrezik është çdo gjë që njeriu i është dhënë mundësia me e posedu. Gjithçka. Prandaj shëndeti yt, fëmia yt, familja jote, shtëpia jote, ajri që ti e thith, që Allah ta ka mundsuar me pas një posedim të caktuar të thithës së këtij ajri, gjitha këto janë rrezik. Dhe kjo që na e kuptojmë, padyshim na qetëson nga shumë shqetësime që i ka njerëzit. E para dhe e dyta na bën që me kuptu se në asnjë situatë njeriu nuk guxon me ndi vetën se Allahu Gjallahu Ala nuk e ka furnizuar. Nëse Allahu kur thot Ar-Razzaq, ai thot për tëra që ke dobi. Në momentin kur Allahu Gjallahu Ala për shembull ta ndal një lloj të furnizimit, di se ta ka kompenzuar me disa lloje tjera. Në qoftë se Allahu Gjallahu Ala ta ka mbyll një derë të furnizimit, domosdoshmë i ka qel dy tjera ato. Sigurisht e ka pranuar Ibn Qayyim rahimullah lidhe me fëmijën, i cili në barkun e nënës e ka një kanal të furnizimit, apo ai është përmes kërthizës së nënës së tij që ushqehet. Posa do të thotë del nga barku i nënës, i mundsohet thithja e qumshit përmes dy burimeve ato. Pastaj kur ngritet dhe kur rritet apo pastaj han përmes katër burimeve ato. Të ushqimit e të pijes e kështu me radhë, andaj nuk mbyll Allahu një derë e që nuk shil dy tjera ato. Po njerëzit gjithmonë shikojnë nga një derë. Ai don që kjo me qel gjithë. Nëse kjo mbetet qel gjithmonë apo dëmtohesh. Po mos më dëmtu Allahu ta mshël këtë derë dhe ta qel dy tjera. E tëra është çka duhet të më bëjmë më u kthy ka rreziku që të ka ardhur. Dhe me shikuar në pjesë të tjera që Allahu të ka furnizuar. Duke mos e kufizuar kët në rraf të caktuar ato. Prandaj sikur që ka njëri tek një nga dietarët i ka thënë unë e marr mua ankute ti nga varfëria.
nuk po muna me i qelë sytë për i varfrisë. Ka thonë, nuk po të besoj se i varfën. E ka fillu me i betu, normalisht ka qenë i varfën për një aspekt saktum. Nëse pjesë e ka qenë shumë i pasur. Ka thonë, ti nuk je i varfën, thotë, vallai i varfën jam, nuk po gënjej. Thotë, unë të bindi ty se nuk je ti i varfën. Ase çka po të mungon? Po mungon ushqimi dhe pija. Mirë, 2 sytë me dhon. Për sa kompenzim me buk, mundë me buk, masni me buk, po me as gjithsej bën njëri këtë kompenzim. Apo andaj shikoj se i pasuni një. Nëse vetë marrim trupin e njerit. Shikoni për shembull ato nga njerëz që në mjeksi, në operime. Një nerv të vogël apo disa milimetrash me pas nevojë dikujt me angjit, e nuk e ka aftë. Kushton me qindra mijë euro aftë. Ndërsa ti e ke të ngjitur aftë fal. E çish po duhet më i varfën atë aftë. Çish po duhet Allah s'm ka furnizuar aftë. Sa kushton? Shikoj subhanallahu, e kanë bënë krahasim. Mëlçia që ka rolin e vet caktuar për filtrimin e gjakut apo. Atë që nuk i funksionon mëlçia, a ke pa aparati për filtrim sa është i madh aftë. Dhe ai aparati i madh që bën filtrimin e gjakut, apo ai as 10% nuk e luan rolin e mëlçisë atë. E ke pa sa i shtrejtë është ajo. Me qindra mijë euro kushton dhe nuk e luan as 10% rolin e mëlçisë që ti e ke më rënë aftë. E sa para kushton kjo mëlçi? Ose sa para kushton një zemër, sa para kushton veç domthon mundësia të ndëgjumit apo spaguhet me fare. Andaj ti dëmtosh. Allahu xhallahu nga mirësia e tij nuk ka dashur me ta përkufizuar furnizimin në aspektin material. Ka ti dëmtosh. Ti tani nuk përfiton. Ka dashur me shtri këtë në çdo aspekt, që të ketë një lloj-llojshmëri furnizimesh, lloj-llojshmëri do të thotë begatir që Allahu xhallahu të begaton me to, dhe gjitha këto quhen furnizim dhe rrezik. Pra nësar na mungon diçka për furnizimit caktuar, për shembull, në aspektin material zakonisht njerëzit shikojnë ta ngushëllojmë veten tonë, madje të turprohemi para Allahut ose për tu anku, duke shikuar në pjesën e mbetur të begative të shumta që Allahu xhallahu na ka begatuar me to. A nuk është rahatia familjare begati? Sa njerëz kanë, ndoshta në aspektin material kanë miliona euro, por nuk kanë qetë familjen e tij. Është një për njerëz të pasur, një miliarder, një dietar do të thotë përmend për të se një personalisht ka ardhur ai muanku, një miliarder në Egjipt. Domthon ka për villave, ka për shumë apo. Ai njëri domthon flan vazhdimisht në kerr, nuk guxon me flet kërkon. Për çfarë arsye? Nga se sa ka punuaj, domthon me bë parë, s'ka pas mundësi me lënë me familje. Dhe gruaja e tij ka keqpërdor mungesën e burrit apo duke i përfituar fëmijët. Dhe ka thënë se ky baba ju kurs është interesuar për ju, kurs ka bëu kurrë, apo edhe ka të kuptim keq informim dhe keq përdorimi i fëmijëve, se ndodh për të bëu për vete. Edhe djali i tij ka thonë, unë kam të prej ty, edhe në gjum ka fshaftë. Edhe nuk guxon me flajt kurkun në përshpjelljet e tij ku ka mundësi më pas çfarë djali vetë. Thaj ke ky dietar, sa është armë manku, kështu duke thonë. Unë kam një kerr, një Mercedes. Edhe sill në rrugëve të Kairos, edhe nëse shon pasyrë se dikush më përcjell, do të thonë fillon me bë. Ai bë ke kur kush është të përcjell, njëri për mas po shkon shpejt vet. Po nga Afrika mos është dikush që ka armë e prej apo. E kur thot kur qetësona se s'është kurkush hiç apo kurkun me mas shumë domethën procedurave që ndërmerr ai për mu siguru, s'ka askush, thot e ndali kirë në qysh dhe shtraj karrikën dhe flaj apo. Kjo është jeta e tij apo. Ndërsa i ka miliardë apo. Këta Allah e ka furnizuar sahi në parë, po ja ka marrë qetësinë, sigurinë. Këtë njëri me vetë apo. Me ta mundsu Allah me flaj të rahat në krevat veç në mushtra. Sa parë jep, të garantoj gjysmën e pasurisë të jap apo. Nëse ti rahat në ty as nuk shkon mendja për këtë punë apo. A ka nuk ka kjo furnizim? Wallahi rrezik kjo. Ose sikur si ka ndodhur Harune e Rashidit, apo ka pas një lloj bllokimi në zorët e tij. Nuk ka pas mundësi me pas jashtëqitje. Kjo i ka shkaktuar dhimbje të hatashme të mëdha apo. Kathir, mjek e kathir. Harun Rashidi ka pas pushtet hatashme të madh. Saqë sare ka janë sill rat, ka Bagdadi, ka doni shkani, shonë shiun, se s'ka çore pa marr haraqi ju apo. Ka pas pushtet Gjon Harun Rashidi. Edhe i është blloku zorët e tij. Mjek kanë tentuar me bozë, s'kan pas mundësi. Nëse ka njëri, domthonë me barishte, me ekspert, me medicinë alternative, si të qoftë,
ka thonë, me lejnë Allahut, unë të shëraj. Mirë, para se me të dhoni ilaçin, dhe me nënshkru një marrëveshje. Ka thonë, cila është ta? Ka thonë, qëtash ma nënshkru në gjysmën e pasunisë. Gjysmën e pasunisë ma nënshkru në qëtash. Në qofë se dëmonë shëruash. Njëri në zërë, normalisht, edhe e ka nënshkru gjysmën e pasunisë me adhonë këti njëri. Gjysmën, veç ka thonë që të liram, se në zërë, subhanallah, një është qitje, që tja se llogarit këtë puna. Ajo është bloku. Edhe me lejnë Allah xhallahu ala është çliru. Përmes barishtave. Edhe i ka thonë Harun al-Rashidi për gjysmën e pasunisë apo. Normalisht e marrveshja ka që ka thonë ky njeri nuk më duhet as gjysma as kurrë për te apo. Është kum dosh me ton çu sa bën apo më. Një herë vetë më shku gjysma e pasunisë apo ton kushton. Apo veç një herë më dal dhe vetë gjysma ta merr. Edhe një herë më dal apo ton që shkoj pasunia me 2 herë vetë më shku apo. Ti çikën pasunia jote, çto kum dosh me të kallzu apo. Ti s'ki kurrë heq. Apo, anë sa njerëz apo nuk kanë këto probleme. Gjithta këtu do mi kuptu si rrezik i Allah xhallahu që Allah të furnizon me të. Jo më shikoj një kup në rraf saktum të rrezikut të kjo është apo. E mos lasim për shikuat në rrafë të tjera të rrezikut apo që Allah xhallahu ala anuk na ka furnizuar Allah xhallahu me mundsinë e përmendjes si rrezik është kjo. A nuk ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush thot një herë subhanallahu bihamdihi çfarë ndodh? Ja mbjell Allahu në trung apo të palmës, të hurmës në xhennet atë. A din sa kushton ai me miell atje atë? S'ka para dunia si e blen atë. Pse? Si jam në qiyam me kufart që ta si ky që janë shëtit në për rrugë të Kairos apo kriminalt ose kufart e tjerë ndryshëm apo që kanë pas miliardat kanë me dhon parë këç që kanë. Jam në qiyam, këç para që kanë. Veç parët. Ka mund tash mos i arab të dhën parët, a bën merr gruan, merr fëmijët. Këç që merr atë. Jo me xhenet atë. Ja ata se përmendin xhenetin kërkon. Ata kërkon nuk ka kërkesë nga kufar me xhenet. Ka se këto jo hiq Allahu këtë ummet më herë. E çka lipën? 2 sene lipën ata. Me na kthin dynja edhe një herë. Të punojmë bon burrat mirë. Që mos rripëm me çka rreth, po dorës tjerë lipëm. Ose kërkojnë me u barazu me lup. Trajton ai arab si lup. Se lupën çet etra Allah xhallahu kunu turaba. I tha Allah xhallahu lupës bën udhë. S'ka për ty azera xhenab. Çfarë të bën lup bana? Subhanallah. Çfarë në çmifë për buzë kjo? Krejt i jap mu bo lup. Krejt çka jap mu bo kali, mu bo çan. Apo për çfarë do i kafshë qoft që Allah xhallahu ala mos më për si jap. Krejt pasuninë jap. Çfarë pasunie kjo Allah? Që një lakmon çan mu bo tani apo tani. Nëse Allah xhallahu ala ty ta ka bërë rrezik apo ta ka lëviz gjun që nuk ka rastisht ta ka mundsuar të thon subhanallahu bihamdi me miell me herat. Andaj thot Ibn Rajab rahimullah një shprehje interesant, thot se kanë pranuar për selefët ato. Thot Allahu xhalla xhelaluhu domthon e ka kriju xhenetin. Mirë edhe i ka nda hisët në xhenet. Kjo është toka e filonit, kjo është toka e filonit apo thot mirë pa ajo tokë është e papërpunuar. E robi këtu angazhon argat për atje. Prandaj thot Ibn Rajab rahimullah se e kanë përmend për selefët se ndodh që të punojnë argat në xhenet dhe të nalen, të kalojnë pranë tyre një grup i melekëve dhe thotë pse u ndalet, thotë po presin me na pru Zoti i tokës furnizimin. E ke pa kur je të marru të ly në shtëpi, je të ndrej shtëpi, i ke angazhuar argat, u harxhit ngjyra, ata presin, ti ndërvan blen ngjyrën se u harxhit. Ata pa prut ata slyn. Apo çfarë të në xhenet? Ata presin me uqini subhanallahu bihamdi me talun i shtëpia atje. Me thonë të një 2 rekate me i falë, me të ndërtu një udhë, me qilë, që shtot, ti vetë e nëreq për këtu, shpinë atje edhe të pronën që e kinë gjenet apëtën. A nuk ka rëskja, subhanallahu bihamdi, ti e quve atje një palme, ata janë të mjellë tash, apo, la ilaha illallah, janë të shu një rrugë atje apëtën. Që ka rësk, që e rëzak të ka mundësu ti me bo, kësillë e trekti edhe më rëshë me Allah në gjelali hu apëtën. Prandaj, nuk duhet me kufizu, është mëkat edhe është vallahi apëton domthon humbje e madhe. Njëri me për kufizu emrin e Allahut Er-Rezak bëj ato që kanë edhe pena apëton. Por Rezak është ai që të furnizon në gjitha ato që ti ke nevojë. E më shumti në ato që të furnizon me ushqimet e zemrës. Sikur sa është imani edhe punë e mira apëton. Andaj Allahu xhallahu ala thash është furnizuesi
por nuk do të më kuptoj furnizimin vetëm, thash në rrafshin e ngushtë të kërkesave të epshit të njeriu që kanë bënë vetëm aspektet materiale. Po edhe shumë aspekte tjera, edhe emocionet tona, edhe ndjenjat tona, edhe dashuria jonë ndaj anëtarëve të familjes me zvete, këtë ky rrezik Allahu azhjal. Nga sa ke pa do të tjerë si na janë pas duhen me zvete ata. Pse? Pse ja u ka marrë Allahu xhallahu ala apo rrezikun e dashurisë. Ose si ai që ka tek pejgamberi sa e ka pa tulut me Hasan me Huseinin, po ka në 10 kam kursi prej kopta. 10.000 kam kursi luaj me ta kështu. Ka thënë pejgamberi sa e çfarë më të bën ty kur Allah e ka nxjerr rahmetin për zemrën tonë? Unë sonë shtim me zot. S'ka pa Allah rrezik rahmet. Prandaj a dashuri e ndërsjellë, a qetësi familjare. Krejt këto filloj me kuptu se në furnizim i Allah xhallahu ala, që ndahet pe anës atij që ka emrin Ar-Razzaq. E jo ta kufizojmë tash në rrafshin e ngushtë furnizimit material, nga sa ai shpesh herë mund me qenë më tepër i dëmshëm se sa i dobishëm. Kuptimi tjetër për kësaj është që duhet ta kuptojmë të ndëruar është se për kuptimin e emrit Allah Ar-Razzaq është se duke pas parasysh se Allah xhallahu xhelalu është i vetmi që furnizon. Dhe pastaj ka garantuar furnizimin. Dhe e treta e ka shtri furnizimin në duke bërë të lloj-llojshëm. E katërta, vëllezëruar, është se gjitha këto Allahu xhallahu i bën pa asnjë lloj vështirësie atë, pa asnjë ngarkesë. Hiç nuk lodhet në këtë punë. Në këtë shpërndarje, këndarje Allahu xhallahu i bën pa ndonjë pengesë dhe pa ndonjë lodhje. Andaj sigurisht thot Allahu xhallahu xhelaluhu në fund të surës Qaf, kur flet për krijimin e qiellit dhe tokës, thot wa ma massana min lughub. As do thot as absolutisht tërë këtë të kena kriju, që kanë ndërtu. Qiejt e tokën, gjitha këto, wa ma massana, shikoj nuk ka thonë nuk kena lodh, pas nuk na ka prek lodhje, as për rreth nuk na ka ardhur. Nuk lodhet Allahu xhallahu ala. Nuk mërzitet se furnizuari. Nuk kanë qëra edhe ti kur je familjar, apo mirë, po ti më usill bukën fëmijë lodhesh. Nuk është pa lodhje. Apo ka lodhje fizike, ka lodhje psiqike, nuk ka veç lodhja fizike. Ka ne veç tu menu është lodhje. Lodhja intelektuale, që njëri me mendë vetë kështu me radhë lodhet. Gjithë lodhen. Nëse ai që pe ti buran këtë rrezikoj nuk lodhet. Allah xhallahu nuk e ka shtir me njoft. Të qenë për shembull apo me të jap dikush zakat 10.000 euro, apo me thonë qëre shpëndoja fukarave të mahallës, bagi kimulot me i gjete kush është me i bërë nditje listat e kimulot, edhe as i lodh me fitu kur gjë. Këti ka jap dikush të gatshme veç çajo, lodhesh. Te ti u çkep shprit në ran, ky jap un lodhesh, thosh me mujt me çkep, apo thjesht nëse para na sa krijesa është atë. Apo sa kërkesa është. Nuk lodhet Allah xhallahu ala me ndëgjuar asnjë mjellon të tonë kërkesën la ilaha illallah. Para domon veç kërkesat e kanë të lodhen. Allah xhallahu nuk lodh sa ankesa është, sa kërkesa është, sa nevoja është, sa njerëz, sa krijesa është. Allah xhallahu ala nuk lodhet la ilaha illallah. As të furnizimin e tyre, po as nuk vonohet asnjë moment ky furnizim atë. Çdo thithje të arit që e bëjmë vjen nga furnizuesi atë. Apo vonohet nëra atë ka ne ndodh me tanal ka pak më thonë çu bëjmë të vonuar atë. Që tash i të marr frym lërshëm, nuk është ka të vonohet në çast, në sekond furnizimi me frymarrje ja atë. Aja që punon zemra mbrana, aja që punon mulçia mbrana, apo thithja, shtypja e gjakut e kjo atë këtë këto rrezik. Allah e furnizon çdo moment, çata Razzaq, çdo moment furnizon. Njeriu andaj çdo shtypje shtypje të gjakut që bën zemra është furnizim i ri. E furnizon. Momentin kur ja nal furnizimin e shtypjes nal zemra. Se s'ka furnizim. Razzaqu si ka dhënë më rrezik. Edhe ja ka nal atë. Andaj sa veç ti sa i komplikuar mi e për rrezik atë. Me zbërthy në rrafshin njerëzor atë. Ti me talon Allah vetën tonë se në këshira atë. Apo mi thon Allah as vetë çeku ki, sigurisht me toni apo me ta shtru sufrën dikush, ose me thonë çeku ki që ton merr, ha, pe, merr çat dush, unë e përshkoj. Me thonë Allah xhallahu, unë të kam kriju, a je mirë? A ki mirë po këtë? Hërna tash atë. Veç disa çaste, dvogle, Allah më na lën vet,
Nuk din ku janë nis me dim mas pare apo. Apo nga pamundësia e menaxhimit të tërësishëm të trupit tonë apo. Prandaj ka bëu dua pejgamberi wala takilni ila nafsi tarfat ayn. Mos më lën veten time kurrë asani çelë mbyll syt që Allah xhallahu na ken kujdesin e tij vazhdimisht apo. Prandaj sikurse ka thënë Allah xhallahu në hadithin kutsi, thot Allahu azza wajalla ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. O ju robët e mi, nëse pejt parë dhe të imramti. Kajt krijesat. Jinnakum wa insakum, jin e njerëz, kajt që jeni. I ka përmend këto dy lloje të krijesave nga se këto janë me përgjithësi. Po nuk do të thotë se të tjerët me kon bëjnë problem. Po këta I ka përzihet për shkak se këta janë me përgjithësi. Fasaluni, këta më bashk, pej Ademit alsom ditë njëri parë. Edhe pej e gjinit të parë atje që është Iblisi deri te imramti atje. Krejt më bashk. Me një fush me dal, fasaluni. Gjithë me lypje me japta. Sa kërkesa këta. Teton më lypni teton. Fa a'taytu kull insanin mas'alata. Se të gjithë lypin për meje dhe të gjithëve unë I përgjigjem në kërkesën e tij. Ma naqasa dhalika mimma indi, nuk e pakson kjo atë çfarë ka te unë për aq sa nuk pakson futja e gjilpërës nga uji I oqeanit apo. Edhe këtë Allah ka provë si shemb nga se as çash nuk paksohet apo. Në oqeanin e madh apo e fut në gjilpon edhe e nxirr. Sa metra kub ujë u zbrazën, a u vrejt ra niveli ujit, se një gjilpon u hi u nxirr apo. Kjo Allah thot ke gjin të njetë më bashkë me lyp çat doni, çat keni çaf lyp apo. Edhe kjo nuk është as kaq nuk është, as kaq. Apo prandaj kejt me lyp nga Allah xhallahu ala. Wallahi që nuk pakon tek Allahu azza nga rreziku I tij I madh që ka. As nuk e lodh Allahun azza xhallahu. As nuk e sfidon apo se tash hajde apo absolutisht ai është Rezak me thjeshtësinë më të madhe apo I furnizon rrobat e tij apo. Pa shkaktu kjo tha ndonjë problem për Allahun xhallahu ala apo ndonjë vështirësi apo ndonjë telashe çka do qoftë apo. Pa kur njëri këtë e paramendon, a nuk I shtohet dashuria për Allahun azza xhallahu, madhnimi për të. Çfarë Zoti adhuron ti apo? Çfarë do të thotë furnizimi të lloj-llojshëm Allahu I dërgon krijesave dhe pa mungu kjo fare nga pushteti dhe nga furnizimi I tij apo. Gjithashtu për asaj që duhet ta kuptojmë pe këtij të Allahut Ar-Razzaq është se Allahu te bareka u teala është ai I cili me gjithë këtë furnizim apo me gjithë këtë posedim të pakufishëm të furnizimit, megjithatë Allahu xhallahu ala dallon furnizim mes robëve të tij apo. Sikurse thot Allahu azza wa jalla në Kur'an, Allahu latifun bi ibadi, Allahu është latif, latif do të flasë për Allahu te latif apo bi ibadihi, ai është do të thotë I butë dhe bëmirë në robëve të tij. Pastaj thot yarzuqu man yasha, e furnizon kënd të don. Kjo kënd të don nuk do të thotë se ata që nuk ka dashur I kalon pa rrezik, jo. Po kënd don Allahu xhallahu ala e jap sikurse që ka më herët. Ku ne don jap rrezikun e shëndetit, e këtij s'jap shëndetin, po këtij jap rrezikun e parave. Këtij jap edhe parë të shëndetit, po s'jap imanin. Këtij jap të thanat ai kënd don. Edhe la yusalu amma yafal. As nuk ka mundësi me marrë dikush pyetje pse këtij edhe pse këtij s'ia dha. Apo madje kur se vet Allahun azza as nuk ka ditë me pyet për atë që bën Allahu në dorën e rrezikut dhe gjithashtu për asaj që duhet kuptojmë për kësaj ndëruar është se Allahu xhalla xhelaluhu është ai I cili do të thotë menaxhon tërësisht me rrezikun e tij apo. Nuk ka mundësi e ke pa për shembull tek njerëzit nuk ka pasur të madh apo. Po aja arkatorin kac I vjedh. Pa ditë apo. Nuk e ka në kontroll këtë pasurin. Apo nëse ka mundësi në njëri me marrë diçka pe Allahut apo pa ja do Zoti. Ha? S'ka mundësi atë. Nuk ka mundësi. S'ka as ekspert I ekonomisë që bën hile atje me ato që është din me botë da, me ja marr parat. Din? Pra ndodh në për banka ekspert apo transakcione diçka bën 1 milion euro ja vullon. Ai atje në punë atje, nuk di ç'është bën. Hamda që nuk I di, po domthonjë që ndodh që domthonjë
përmes metodave të ndryshme, dinë. Dhe zakonisht kam dëgjuar për njerëz që kanë punëtor, veçanërisht nëpër shitje, ankohen prej korreksisë të shitjave, ose dinë me vjedh, dinë me marrë. Pse këtë është e tina, po nuk e kanë kontroll. Nuk e kanë kontroll. Andaj vendosin kamera e përgjithësi, llogaridhënie 100 sena apo. Do xhelal s'ka gjë për këtë apo. Ai e kanë kontroll këtë pasurinë e tij apo. Sunja merr kërkosh pa izën e tij apo. Kurrë sun merr kërkosh pa lejen e Allahut azza xhelal. Nëse njëri mashtrohet, njëri mendon se Allahu xhelaluhu apo e ka caktuar udhë sikur se ceka. Njëri mendon se nëse e gut me haram merr diçka që s'ka pas Allah më dhon me halal apo. Dije se çysh ka dhon leje për me marr me haram, ka dhon leje me marr me halal. Po ti e ke gut dhe ke bot keqen e vetes tonë apo. Pa e gjitha kameramen i dhan. Ndërsa rrugën ti e ke përgjith, cila do të jetë rruga përfitimit të këtij rrezik. Andaj Allahu xhelaluhu është ai i cili thash menaxhim me këtë rrezik. Dhe në këtë menaxhim, në këtë kontroll i jap kujdon sa don. Dikon e ngrit më shumë, dikon e bën të pasën, dikon e bën të varfën. Dhe këtë e bën në bazë të urtësisë së tij. Nuk është tek ashtu. Pse këtij ka dhënë, e din Allah pse i ka dhënë. Pse këtij si ka dhënë, e din Allah pse si ka dhënë. Andaj thotë Ibn Kathir rahimullah në ajetin që thotë Allah xhallahu ala në surën Al-Isra, në ajetin 30, Allah xhallahu ala thotë inna Allaha yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Allahu është ai i cili dikujt i ashtrin rrezikun, apo e dikujt jam mbledh. Yaqdir është me mbledh, me paku. Dikujt i ashtrin, e dikujt jam mbledh. Thotë Ibn Kathir rahimullah se dikujt i ashtrin nga se apo mos më ashtri i bën zarar. E prish. Në dikujt ja pakon, nga se më ashtri e prish. Kujdes për rrobat e tij. Andaj ata që nuk është kujdes, Allah kësi kujdese, apo që ja u ka ashtri e i ka prish, apo për ta s'ka vlerë çka ju ka dhënë ato. Nga se më vlefsh është me trut mos më prish. Prandaj nëse s'tjap e të ka rujt, të ka nderu. Nëse të ka jap edhe të ka rujt, të ka nderu. Andaj nëse të ka jap dhe je çorodit e prish, që kjo është më rrezikshme. Se me shiku sa të kap e sa nuk të kap apo. Më rëndësishë se nëse të ka jap, atë ka dhënë iman të mjaftueshëm për me menaxhu me këtë pasuri mos më prish. Që kjo është ajo që duhet me shikun njëri apo. Ja do të qyren se sa më ka pa Allah, më shikoj sa i ka pa Allah azh. Po shikoj, ai ka dhënë iman të mjaftueshëm për me menaxhu me atë pasuri që Allah ka. Po alhamdulillah, pse? Sikur se ka thënë pejgamberi sa inna ma dunya li arba'ati nafar. Dunjaja është për 1.4 persona apo. Kjo cilëjet jaftë. I pari rajulun a'tahu Allahu al-ilma wal-mal. Të parë i ka pa Allahu dije. Dija këtu është imani. Edhe njohuria se çysh duhet me shpenzu pasurinë, halal, çysh me dhon zeqat, me dhon sadaka, dhe i ka dhënë pasuri. Fa huwa yunfiqu fi sabilillah. Ai shpenzon në rrugën e Allahut azh. Kjo është drejja më e lartë. Me dhon Allah edhe ilm, edhe parë, kjo është drejja më e madhe atë. Po dikujt Allah xhelahu si ka dhënë ilmi, ka dhënë parë. Dikujt i ka dhënë parë, si ka dhënë ilmi jo parë. Dikujt ja ka dhënë të dyja. Të dyja ta kanë, edhe ja ka dhënë mundësi materiale të mirë, po edhe i ka dhënë dije të shariatit. Kjo është me drejje më e lartë. I dytit Allah xhelahu si ka dhënë pasuri. Apo po i ka dhënë iman. Edhe ai thot me pasën sikur se ka filoni, çështë ja kisha bofën. Thot fa huma fil ajri sawa. Këta janë sevap njëjtë. Padyshim në kuptim të caktuar se ai që jap i ka do shpërim pak më tjera. Mirë, po këtë unë me pas çështë ja kisha bë. Çish pja bën çaj filoni apo. Tjetër Allah xhallahu grupi i tretë çka Allah xhallahu i ka pasuni, pas i ka on ilm, i ka on iman, apo edhe ai bën trazina në për tokë, fesad. Andaj funizon këndon. I treti ka pa Allah pasuni, po si ka pa men. Edhe ai çështë çoraditet, të thon. I katërt i shkretit që ky më i keq është atë. Vallahi që ky është më i keq. Kthi Allah si ka dhënë as pasuni, pas iman. Thonë me pas se çka kisha bëu. Ti bële shuj. E prish vetëm, ai kur as ka parë, fukaraj kput është. Thot veç në 2 euro më pas. Në birr të sot e kisha pi apo. Po ti bële mos e fal, mos e merr gjunojn pa lidhje. Çka më i keq subhanallahu. As nuk ka. Edhe hjek i kput në fukarallëk kapton, edhe ditë për ditë merr gjuna si ai që ka para atë.
Ç'kish më i keq? U hadha thot pejgamberi, kjo është drejja më ult, më e keqe. Prandaj shikon se drejja e tij atë. Ku jeti? Për arsye Allah xhallahu ala, furnizon këndon, jap kujdon rrezik Allah xhallahu xhelalu. E po këtë ndarje bën në bazë të urtësisë. Në bazë të urtësisë që padyshim është edhe një prej emrave të Allahut subhanahu wa taala, dhe Allah xhallahu në fund të ajetit në Isra thashtat innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Dhe ai sa i përket robëve të tij është hollësisht i informuar për ta, o basira dhe i sheh çfarë po bojnë ata. Dhe shkonim i kallzu Allahut na, ja rab, unë më po pas pak më shumë, pak kujt më kallzon. Ai khabir, ai një shumë mirë kush jeti, a din me të thonë më shumë çfarë bëhet me ty. Mos i kallzo aty aty ti më shumë më pak. E din. Pa sigur se do të thotë komponent në dersën e kaluar ose dikon tash, po kursorja do njerëz kanë tek Yahya ibn Muadh rahimullah, edhe ka ndar me pyet për punën e rrezikut. Ka thonë, a kërkohet rreziku me punë apo kërkohet ndryshe me dua? Ka thonë, atë punojmë. Ka thonë, nëse jo mërmene se duke punu e shtani, punani. Merdi ma shumë se që u ka do Allah azza xhel. Punani. Kë nuk është që puna është e domosdoshme. Po këtë është me ju ka du se rreziku dikun të lidhet të Allah. Ti e sebeb. Nëse jo mërmene se duke punu, rritet apëton e, mund shumë ma shumë që të ka do puna, ka një s'punëm, e ka në të rësështë aty pra. E ka në të rëzbojmë do. Të lutëm, ja, s'po punojmë me që përrim. Ose me punë s'po bëj, kja të rëqë me nej, a ka treta, ja ka punë, ja ka nej. Ka në pra përrim, që të në gjamive, që bëjmë do, në qënë. Dhe një mërmene si ju harran juve, kujta jeni me do. E ka nësë në harran, e thaj, qka pëtëm për? Ka në qysh mja bo, për? Ka në kuptaj se së është për te jo, lapëtën. Ti edhe punë edhe bo do, ma petaj të donë sa dëna i vetë, apëtën. Ti kimi marë të sebepe, jo të është me marë sebepe, me punu edhe me bo do, të dyjet. I po më skujtoj se me që tu i ke fitu, apëtën. Jo, aja apet sa dëna i të donë të jo, apëtën. Sot njajt, jo sot ti lip, apëtën. Ase është khabire në besira. A është halësisht, a i të njëshë mirë kush jeti Allah. A i Allah din. Përndaj, kërkesa jonë për diqka nga Allah xhallahu ala, është ma ti për adhurim, sësa kërkesë. Allah xhallahu ala ka lipën e me bu dua për me adhuru Allah me dua. Jo me lip me dua. Ka se s'ki nëjti me lip për ty, e dinaj sa me të japti sa dush, heq pa e lip ti. Sa sënë ti ka pa e lip ti heq. Apo, kush për neve ka lip që të formë me boja ka, ti ka këtë pa lip ti heq. E doan e ka bo që ka dëshime tani zonin, ka dëshime të po ka përullësh, ka dëshime të po ka kon, ka thush që më kërkushi, që të ka qef me të po? Se për këtë kërkesës, plët të jepë dhe pa lip të heq. Andaj do të kuptoj se doaja dhe kërkesa në gjëra të ndame vëllazë. Doan bëne me shpreh adhurimin te Allahu xhel. Elhamna që mungoj kjo kërkesë, mungoj kjo çështje e erdh rani me bodo. Çata ta mungon ka herë aftë. Se s'është doaja ndërlidh me kërkesën atë. Doaja është me adhurimin e Allahut xhel. Gjasa është khabiran basira. Është halësisht informuar, din tamam, shumë halësisht din për ty atë. Shumë halësisht din për vetë tonë atë. Çka dvyn ty, ai është informuar për atë punë. Edhe basira, edhe halësisht shaqe e të bo, Allah. Ti mund është për shembull njerëz të ki po, kanë punu me një punë, ose kanë përfitu pëndimeve dikon, i kanë keq përdorur në tonë, unë pëshil dosja atje, shkën qytet tjetër, qil dosja atje, ata ku që burri mirë, ai të marrësh. Mundet shumë vene ai me shetit së Allah do të në të parë që a bëjsh me këta ti, ku për të me shkutar? Ku të shkaj që a din, ta din dosin, të ka pa që a ke bo me kohën që a ke pas, të ka pa që a ke bo me pare që a ke pas, të ka pa që a bën ti me 10 euro, të me t'jep 200 tira që a bën, ti me 10 tira u njëse mu qërë dit. Besira, të ka pa keq që a i të bo. Përndaj, Allahu xhallahu ala e ndonë rizkun robëve ti në bazë të urësisë ti, në bazë të dijes të ti, në bazë të asaj që shet e kropët e ti, dhe mbi vlerëson diken bi diken dhe a i thash, kontrol me rizkun e ti, nuk ka mundësi me marë për rizkut të Allahu xhalla xhelaluhu askush pa lejen e Allahut te bareke o ta'ala. Kanë me disa pika, po vazhdojmë me to, apo po bëjmë një pauzë, pastaj vazhdojmë me pikat e mbetura. Së qoftë, po bëjmë një pauzë të shkurt, pastaj vazhdojmë me pikat e mbetura lidhur me dobitë këtij emri Ar-Razzaq. Kaq po i dhojmë fund së pjesë, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam.